Falenderoj në rast të parë Zotin që na e riktheu doktor Sali Berishën, profesorin, dritën e Shqipërisë, heroi i Shqipërisë, e don shqiptaria, e duam njerëz të ndershëm, e duam të gjithë doktor, profesor, lider i Partisë Demokratike, që rëzoi komunizmin, që rëzoi diktaturën, dhe sot këta pjellat e komunizmit dojnë të kthejnë mrapa, drejt perëndimit, jo rilindja, po drejt perëndimit. Ki i mallkuar që shan popullin, që luan me djenjat e popullit shqiptar. Ne jemi burnesha, ne jemi shqiptare, jemi trimnesha, jemi kuksian, jemi burra dhe që kanë burni. Ne këti njeriut korruptuar që nuk la, pa marë, pa vjell, me gjithë administratën e ti shtetërore, dhe nuk përlihet Sali Berisha me këto pislëqe. Ai do t'jetë në zemrat e shqiptarve, ajo do t'jetë gjithmonë në zemrat e shqiptarve. Unë jam një pensioniste, jam nën Ramadania, jam gati 70 vjeqë. Por nuk e harroj kur na ike zemra qante për liderin historik, qajnë malet për këtë njeri. O ju kuksian, o Tropoja dhe Asi, o PD dhe PS, të mlidhemi bashk, të jemi të bashkuar, t'ja japim votën doktor Sali Berishës, të nderuarit ton, që luftoi për Partinë Demokratike, e izoluan, e dënuan, po Zoti është me Partinë Demokratike dhe me liderin e Partisë Demokratike, se është me të pafajshmit, me popullin e ndershëm. Nuk e votojnë të korruptuarit, as nuk duam. Do votojnë njerëz të ndershëm që do t'jetë një ndër, që do të përmendet me shekuj të tërë, doktor i nderuar Sali Berisha. O i mallkuar, o djalli i mallkuar, o pushtetar, që mban qeverinë në vete, ti nuk e asgjë me vete. Ti pushtetit ka ikë. Ti livadis në për të mashtrosh popullin, për së treti dhe katërtë herë, nuk mashtroj Shqipëria, të ngrihemi të gjithë së bashku, ti themi jo këti pushteti, jo diktaturës, jo pjellës komunizmit, që na la me vitet të tëra mrapa. Ne jemi ato që do t'i luftojmë dhe nuk kanë vend të korruptuarit, drogmenët, kriminalët, që bëjnë gjitha të pislëqe, që nuk e duan Shqipërinë të jetë ashtu si që duhet. O shqiptar, është shansi fundit, jam edhe vjetër, kam 70 vjeqe, por zemra dhe shpirti nuk duron diktaturën ma. Nuk durojmë diktaturën, nuk duhet të kthehen mrapa historia e të enveriste, marxiste, leniniste. Ne do t'jemi me ideologjin leniniste dhe pjellat e tyre, klyshat e tyre dojnë të shkatrojnë Shqipërinë. Shqipëria nuk shkatrohet. Shqipëria do t'jetë Shqipëri. Shqipëria është e shqiptarve. Shqipëria është e popullit të ndershëm. O Zoti i madh, ndihmoji dhe ndihma jote inshallah do t'jetë për popullin shqiptar, që mos t'jem. Kurse ki i mallkuar do të kapituloj.
do shkoj atje në vendin e dur. Ai do t'jetë ati ku është caktuar vendi i ty. Ju falendoj të gjithve, Zoti ju bekov, Zoti ju bekov, gjithë shqiptarë.